Ka nisur viti akademik në Universitetin e Korçës, i cili ka mundur të ruajë numrin e njëjtë të studentëve në krahasim me vitin e kaluar. Madje këtë vit, sipas rektorit të këtij universiteti, janë 15 studentë më tepër të regjistruar. Këtë vit regjistrimet kanë deri në datën 3 tetor kanë shënuar një shifër prej 15 studentësh më shumë se sa vitin e kaluar. Ne kemi ruajtur kuotat. Shpërndarja e degëve është e mirë. Në të gjitha degët kemi regjistrime. Degët më të kërkuara mbeten ato që kanë qenë gjithmonë më të kërkuarat, infermieria, sporte, por kemi regjistrime të mira dhe në financë, në degët e digitalizimit, informatikës, por kemi rrisi në fakultetin e bujqësisë. Numri është rritur si asnjëherë tjetër i studentëve të regjistruar, ndërsa për degët që mund të mos i aktivizojnë, sepse s'ka në numër, s'ka regjistrime, janë dega e Frëngjishtes dhe e Gjuhës së Pakicave. Numër në rritje të studentëve ka edhe në programe dyvjeçare profesionale, ku 113 studentë janë regjistruar për këtë vit të ri akademik.